Juli dhe Albano. Po, urdhoj ti. Ju keni një shtëpi komode me shumë gjëra të bukura brenda. Rofsh. Por nuk i keni të gjitha, mendoni se keni gjithçka në shtëpi? Jo, s'kemi S'kemi një femër, mo. S'ka kush ta bën punët e shtëpisë. Do t'ju vi një femër, por nuk do të visi femër. Do të visi tregtare, ajo ka futur diçka kontraband, një gjë shumë interesante që ju duhet për shtëpinë. Prandaj vlerësojeni atë mallin, mos e merrni me shaka se nuk është shaka. E qartë. Ma ish një zërë në sallë. E qartë. Ori, ke futur kontraband një objekt jashtëzakonisht rrezikshëm. Mundohu t'u ashesësh çunave. Ua, por di kalaçi. Leke laçi. Cuna, ke e dini pse jam unë këtu? Jo, nuk e dim. Albano flet greqisht, unë s'flas. Po, sire, më dëgjon, më dëgjon, më shikon. Unë jam si të ambulance, re. Sice, ambulance, Si të ambulante, re. Më kupton? Shishe, ambulante. Po, shishe, se po ta vesh re vjen kështu. A, shet ambulanca. Shet ambulancë. Nuk duam të blejmë ambulancë, jemi spital. Nuk shet ambulancë. Shitës ambulant, nuk është që shet ambulanca. Po qa? është që shet, po nuk e dyqan shet në ambulancë. Nga brënda, hap derën dhe shet. Nga mbrapa. Thua, hajde perimet freskta. O, kire Kardhulla mu, si të ambulancë. Kardhulla mu. Do me thënë, si të ke pa kuponat të timor, tak pa taksa, më kupton, më dëgjon. Që ke si duty free? Nere! Si ne? Jo ti, ne unë joje. Ne si jemi, ne mi aktor. Që, do me thënë, pore. Ka marrë t'ju shes gjënë më të veçanë në botë. Jeni gati? Gati. Do në shetë gjënë më të veçanë në botë? Po s'po e shetë fare si gjënë më të veçanë në botë, po e shetë si ku ta shetë su flaqë. O, kire, agapi mu. Po qeni, gati, dhe si drejtën Albano. O, kire. Dhe se zjenë me të reksisme në botë. Zjenë me reksisme në botë, të kështë tu. Do ju shes. Gjënë nuk është më. Shiko, edhe suflaqja që të ti është një gjë shumë rëndësishme. Më dëgjore, Juli, më dëgjo. Gjeja që kam këtu, do ju ndryshoj komplet që jam janë të ajs njerës, më kupton. Do ju qoj në një tjetër dimension tjetër. Qa flet, mëj? Po dalë se mi lartë, se mi ruar, të ikim shumë. Nuk ka nevoj. Të lutem. Jeni gati? Gati më. Më dëgjon. Më shikon. Të shikoj më së më lutë. Se do ullet që të na i thot, ullu të stoli na i thuaj, qa do na shesë? O, kira Albano, do të shes këtë stoli, re? Po shë prek? Ky është jam rëndësishme në botë? Nere! Dëgjo, më dëgjo. Jo më falë, ky do na qojnë dimension tjetër neve. Nere, Alban, më shë prek? Më dëgjo, duket si... O, kira agapi mu, duket Qa, quna gotë? Qika mashkull. Duket si një stoli thjesht, po nuk është plastik, është bio, më kupton, 100% bio. A, stol bio? Që, nere, e ke rritur në bache? Po, që, kurullesh këtu, kurullesh dhe Mos, jam more frymen stoli. Kurullesh të jep një impresion tjetër, të ndihmon që të jesh më bio edhe ti vetë, më kupton. Ta provoj? Nere. E ndjen. Më duket sikur e kam patur gjithë jetën të ngjitur nga mbrapa. E shikon, ta provojmë se me si po presta. Hajde, Albano. E lare. Përgatitu. Muro, fat, ka që mirë është? Kujdes. Ndjen. Ha, mo! Andjen një si kutulisje ka por. Ha? Më duke që jam unë në i merë, vetëm që shkëmi ngrotë. Po me ngrotë se ngrofa unë për para te, si. Kështu s'ka në një veçanti tjetër. O, qire, do të vi më vonë, Si, si më tregon mua, unë jam ullur apo ti? Po, ndoshta ke nevoj për pakore, Albano. Urdhro? Ndoshta ke nevoj për pakore. Po mirë, presim der nesër. Pritë të tërgoj dhe diska tjetër. Ska gjë më rrëva? Dëgjore, Albano. Një sekund basë se kam bërë mirë. E ndjen. Ka në i buton që ndizet? S'po më bën asgjë. Se ke nevoj të ndezi? Po s'po më bën gjë, më. E lare, agapi më dëgjo pak, që Albano.
vërtet është një stol i thjesht, ama shërben për shembull, kur ti të bësh gjellën, je duke gatuar gjella në kuzhina, dele me stolin, ulesh në balkon edhe pi cigare, re. Pret të gjellën. Ej, zot sa ka e shkenca, re. Mere. Jo, buka Tu gatu dhe dil ke pike cigare me stol. Shishi, del pi cigare me stol. Po jo me stol, vetëm me këtë stol. Se ky të qonë në dimension tjetër. Të qonë në dimension tjetër. E lara Albano, e djere file. E djere. Qa dija, moj? E dje që e ktheve kështure. Që në vetë vete. No. Nuk është vetëm një stol, po është 4 stolare, agapi mu. E lara. Ajo, motra, i kera gabim këtu, lale, nuk e... O, kira Juli, ka që të orare. Neve jemi familje tradicionale, nuk ulemi në përmaja. Po prite, re Juli. Na. Juli, më dëgjon, re Juli, nuk e ndjeu. E kam ruatur me ndërë të risot, dhe s'kam dërmen të prish. Jo. Juli, më dëgjon, e kam Albanon Say never, I love you. E lare, ke Albano në fillim nuk e ndjeu, ndoshta tani e ndjen më shpejt, kupton? Unë nuk kam nevoj të ndjej, Albano... Hajde, agapi mu. Shiko, na jep ti zemën e para. Wow. Mere, Albano, Gjo, më falë. Po aqe... Që? Unë thashtë të duhet të rije shumë. Më falë. Juli të vjen keq për këtë vajzë. Duhet ta ndihmosh. Çmimin lutem. Që unë e blej në Athina 20 euro. 20 euro? Që për ti 100 euro, re, agapi mu. Për mu 100 euro? Nere. Nga 20 i 100, e? Nere, se transport. O, mos arrif shishalla. Dëgjo, Albano, t'ja bëm të ndërin kësaj goce se ja blem, edhe kjo ikën në paqe, dhe neve marrim një stol, po jo një stol do si do. Një stol që... Shërone me së mundjere. Kolitin, maja shelin. Nere. Që, të lutem, preke pak në dorë, shikon djesina që Jo, do po t'japë. ka shëruar kolitin, nuk e prek më unaj. Është i rirë, Albano. Kolitrat e botës, lutem shumë, lëre atë. Është i pa përdorur, Albano. Preke njerë, ta ndjesh ndjesin që të jepër, agapi mu. Shisa entuziast jam. Preke mbaj më afer. Nuk e ndjesi një fëmi. Albano, t'ja blem gjuna, do t'a blem. Fale, Do t'a blem. efkaristumere, efkaristopoli. Do t'jap 100 euro për stolin dhe 100 euro do t'jap ty kot për qef. O, shumë faleminderit. Që nga fëmija, akoma si stol, se shëritur. Nere, Se është vrar ka qarë gjujnë këtu që ka los dhe lagja. Nere, agapi mu, ne. Dhe mbaj me bidese që nga i vogël si stol, akoma se shëritur. Qa klase është? Eshte bebere. Ama lejtë të porë dhe shqipa, hajde dilë se e blem, jepi lekët ikë të shqipa. Digjo, e blem të shik. Leket më brapa. Po do t'i qej me bank, po se s'kam lekë vete për ikë të shihet mo. Efkaristume. Albano, keni bler një objekt që nuk e ka njeri tjetër përveç jush. Është unik. Okej. Stoli im unik. Është i vogli nënës. Se më ka hitë për një sot si nënë kështu. Po ke... Gela duke adoptuar njerëz. Po s'është njeri mo, është stol mo. Ky është njeri Andrea që e objekt. Është i miri nënës. Po sigur se dojen fillim o djale. Është i vogli nënës. Po më hyrin zemër që ka vrarë gjurin, është qarë. I ka bërë gjurin copë që ka rafi mami bytin... Egi, ke dëgjuar që çunat kanë bler një stol. Stolin që ti ke dashur gjithë jetën. Më vjen naturalisht digjoni shkeli, da çfarë të bëjmë? Ciao ragazzi. Keni marrë stol? Po. Stoli ime! Na, mos pa bashkë se është i vogli nënës. Shpirti im, sa ko kisha që përgrove këtë stolin më? Sa ko këshe? Po mbi këtë është themelues të Shqipërisë më. Kush? Histeria e Shqipërisë? Historia e Shqipërisë. Se Ky është histeria e historia të Shqipërisë. stimë më, o Julo. Ha më lele. Sa e morët më? Sa e morëm? 300 euro, 300 euro. Super, unë kam që botën që stoli. Është stoli ime. O, stoli ime, unë kam që botën që botën. Një sekund. Sekund, djali. O, djali, me orari lasit Ha një lukë kost, mos ta ke stomakun boksë, të bje në tru. Atë lutem më pse stolim, atë është buj historia e Do të le ta Shqipërisë. frekesh vetëm pak. Preke pak. Pse e ke këthojnë e gjatë më E ka si këta old school që. Atë që bëjnë këtu ke pallati. Hajde. A do prekesh stolin apo jo? Atë lutem, ata pudhi. Gati? Pak.
Që e të bëmë, burë? Mirë të qeka. Që e të bëmë? Me stoli. Lutem të më hapësh. Dëgjo, ta kam falur vetëm ona ushtrik tu, aman. Lutem. Se nuk të shoh. Jo, nuk të shtrihem. Je shumë i çuditshëm për të bërë nga këto kështu. Nuk e di si ashtu. Deri në Kalkut e kam kërkuar këtë stolin. Në Dëgjo, Kalkut. dëgjo mua. Hajde me vajin. Më fal. Ti shpjegoj që ka të efektin që ka për majasëllin. Hajde me vajin. Ha. Mirë, dëgjo, po shkoj çik dhe në banjo. Po çkemu. Ha. Juli, Urdhë. ti je përgjegjësi i kredive në bank. Pra kemi kaluar një situatë tjetër, imagjinoj sikur shtëpia është bank dhe ti je përgjegjësi i kredive, ai që jep kredi. Unë jam përgjegjësi i kredive në bank. Mua më gjete më. 2 + 2 6 e mun. Klientët mendojnë se janë më të zgjuar se ty, kujdes. Ekzona, ty të duhet një kredi, por nuk di se çfarë dokumentash duhen. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, hajelo? Unë bë pis këtu. Jo, no. Desha të aplikoj për një kredi, por nuk e kam idenë se çfarë dokumenta më Juli, duhen. bëja sa më të vështirë Ekzonës. Patjetër, për kredi, ju duhen një hale me dokumenta. Po më thuaj, s'ka problem. E shprehje në Shqipëri e përdorim, jo se do bish një banjo këtu, mos as i banjo këtu. Atëherë, ju duhet një certifikat familjar. Okej. E juaja. Okej. Një certifikat familjar, po pastaj duhet një certifikat personale me fotografi të secilit familjar. Ta kem, se si dihet se ashtu. Okej. Pastaj më duhet një dëshmi penaliteti. Okej. Më duhet një vërtetim banimi. Më duhet një letër nga mësuesja jote fillore që ti ke bërë shkollën fillore. Më duhet patent, leje qarkullimi, kolaudim. Më duhet, e thash, dëshminë e penalitetit, e thash, to, më duhet dhe një qesë oris, ta kem se nuk e shumë. Më duhet dhe një disk nga Spartak Brau nga ato që përgjon ai. Okej. Më duhet analizat e gjakut, analizat e urinës, po bërë dhe feqen mirë është. Okej. Më duhet dhe pema gjenealogjike jote, më duhet dhe mjeku ginekolog që ju ka pritur juve, një certifikat personale e mjeku ginekolog dhe familjare mjekut. Okej. Më duhet dhe libri vaksinave nëse i keni bërë, më duhet sa herë ke kryt kokën dhe a ke zonë morra kur ki qene vogël. Ashtu. Duhet nëse keni patur qenë, dhe nëse keni patur qose po, më duhet të gjithë morrat e qenit me certifikata. Mirë, deri në qa ore jeni hapur, ju lutem? Në qofë se ti si e sot, mund të bëjmë, mund të përfitoni kredin brenda 3 muajve. Faleminderit shumë, e shumë Qofë se si e nesër, pastaj 6 muaj, kështu që ashtu. Në rregull. Në qofë se keni njerëz jashtë shtetit, më duhet dhe certifikata atyre njerëz jashtë Faktikisht unë gjendjen civile gjyshit e kam në Stamboll, kështu që... Shumë bukur, do shkosh atje, do marrësh një certifikat personale gjyshit, familjare gjyshit, do thush i kam shku në Stamboll. Gjyshi ka pas 3 gra, ka nevojë ta edhe dasnoreve, s'ka problem, gjithase do ju garant. Atëherë, në Stamboll, pastaj do mësiesh biletën që ke udhëtuar me avion, e kupton apo jo? Nëse ashtu bëj një fotografi edhe me stewardesat masit që ta vërtetosh avionin, ashtu dhe nëse po them, nëse ke hyrë te kabina, bëj një foto edhe me pilotët. Ashtu shumë mirë. Atëherë, do mësiesh faturën e ujit dhe drita dhe një foto me Rion Velien, dakor? Përndryshe nuk bëhet. Ashtu, edhe do bësh një status ku përshëndet vizitën e Ramës në Amerikë. Faleminderit shumë, mirupafshim, punë të mbar. Dgjoj, sot Visian, diçka ka ndodhur në vendin e punës, ku ti punon dhe duhet të dëm shpërblesh. Të duhet kredi. Si ka love vllai mirë? Si jeni? Mirë, Mirë, si jeni? mirë. Shiko, unë kom ardhë se jom lavazher, do më thënë Olci, Po? edhe më kara i hodhi modh, Një hodh, i kara një hodh i modh. edhe desha e kredi për mobilim. Dakor. Atëherë ju doni një kredi për mobilim. Mobilim. Se isha i ditë po kalote qiljeta dhe desha me xhiru gomat e njonit, që kërsjell me la makinë e kapa gjithë korsinë e parkume i gërvishta gjithë. Më fal, edhe njerë ta përmbledhim. Ti ke marrë makinën e dikuj që sapo e kishe larë, dhe ke përplas 20 makina tjera. Po se kaloj qiljeta, thash, boj qik si këshu, edhe më doli ashu. Më fal, atëherë, ti do një kredi për mobilim apo jo më the? Po, për mobilim. Po ç'lidhje ka mobilimi me këto makina që ke vrarë? Ti mund të marrësh lekët,
ti marrë si që merë leket, shkojsh të bësh makinat, është e thjeshtë. Po pse legenja mund? Mor leket ashu, do shkoj të blej mobilet se i kam llogaritun, aq lek sa bojnë mobilet, do i mor mobilet, do i shes për dorë aty ke çunat, ke pazari, do bojnë ai lek dhe çunat, do mor lekët, do i çoj aty, të shkoj në shtëpi. Pse s'merr kredi për tru? Për ç'a? Për tru. Ku funksionon kjo? Më falë, pse se merr kredin direkt për makina, më bu? O, po s'jam legend, kam sedër, o plak. E mora vesh më që ke sedër. Nuk mor ashun. Mirë. Qa duhet në i dokument, kom? Shiko, po dalësh tashi, ke një kosovare rrugës, ja thash asaj gjitha, se për to i mi thënë dherë. Megjithatë, ty po t'i përmbledh. Kam marrë i përgate, kam sjellë dokumentat unë. Më duhet një kolateral, më duhet një pron. E kam sjellën, banesën e plakut. Tapin e banesës, e ke... Po? Kam firmuar, ka qenë kod PD-s, që kur ashu. Atëherë këtu është varrezat e sharrës i regjistruar në... O vlla, ky është regjistri i varrezave të sharrës, o vlla. O plak, e këna ble me lek në vorrin e plakut, o vlla. Tha shpinë e plakut, më bu. Po prak, aty rri plaku. Zoti, e zbojna kur. Edhe jerë, shpi se, e dim pëse, se bën vaki nuk lanë kësë ti, si t'ja marrë shpin plakut unë? Si t'ja marrë unë shpin këti plakut? Merë nëzirë plakun, një që që ka ngellë, fut këtë dush mre në plak. Nuk gje vorë sot, o vla. Dakor, po e majmë njërë për çdo rast. Kredia ju aprovohet diku mbas një javë, dakor? Mirë. Ju falenderit. Morë celular. Gjithë mirat. Mirupafshim. Andrea, ke bërë një sakrificë ekstreme për të realizuar ëndrrën e jetës tënde. Si jeni, zoti bankier? Ha jeni mirë? Mirë, si jeni? Si jeti? Si jeni? Mirë. Si jeti? Më duhen lek, doktor. Bankier, më falë. Doktor? Jo, mu bë mendje doktor, se nga spitali. Erdhe direkt nga spitali, ja. Erdhe nga spitali prevadorën, po sa po e paketonin, po e fashonin dhe o ta sjell për kapital, kështu për kolateral. Për kolateral, do të sjellësh dorën për kolateral. Po. Mo jeni të çmendur ju, jeni të çmendur. Atëherë dëgjoj, më fal. Atëherë ti do lesh për kolateral, do lesh dorën. Po pse i do lekët? Ka mall shumë të madh. Po? Po ka mall të madh pra. Po e më. Ka dalë 7, unë ngela akoma me 6. Për celularin e kam fjalën se mos keq kuptohesh. Më fal edhe herë që ta përmbledhin për njerëzit, që ta dinë. Ti ke prerë dorën. Po. E ke prerë që të ma sjellësh mua kolateral këtu për të blerë një celular? Fix. Po. Po e disi e ka taçin doktor, përdore të shkëlqyer me të dyja duart. Po ti do ta përdorësh me një, se nuk e ke njerë. Tani shiko, të lutem mos u tallë me mua. Po si mos tallëm? Mos u bëj kaq i pa shpirt. Po ti ke prerë dorën për të marrë kredi. Më dëgjoj sekond, se e shtunë sot. E ke parasysh të pak do vire biciklet në ora 12:01 kur do vën atë. Puço henza pindiher, puço henza pindiher. Si mu? O sa të tjetën, everybody clap your hands. Clap your hands. Yes. Everybody clap your hands. Tani, o zoti specialist, të lutem. Më fal, mos u mërzit plak se jeta i ka këto. Po të lutem, mos u tall tani më, përse 2 duar për një kokë janë më. Po ti s'ke një kokër dore këti. Mirë, tani për lekët cive. E djetë të shprejën, njëra do në lartë tjetërën të dyja lajt faqet, ti ke për të gjelë para faqet. Të iki të shis, më dhe lek. Jo, do t'i ja, po, shiko, po, do ko kredia. Do t'di të dalë. 1 vit. Po, falenderit. Desa dalë teta e ke fix kredia. Ika, qa. Bye. Puçuenza pindije. Albano, ty të duhet kredi për të rregulluar pamjen e jashtme. E tha put your hands, tha puç. Më falë, o Edi, ke thënë këtyre që jam në bank, jo klinik. Hajde. Urdhëroni xhaxhi, urdhëroni. Se si do të shpejt se më pushon zëmra. Ullu këtu, s'ka problem. Qetësoj njerë.
gjithë zezat. Si kaluat, mirë jeni? Mirë si jeni ju. Po, unë se shefti si jam, mirë jam, mirë dhe unë. Sa erda isha për vrap nga liqeni. Po, eliminojnë vrapin në këto ditë vështira, dhe kur je pak me grip apo diçka tjetër. Dgjoj. Pak me grip, unë si avash se më pushon zëmra. Duhet të bëj 3 bypasse, 3 operacion bypass, më ka thënë nga që vë tubo shtese, nuk të qarkullon gjaku mirë. Vdiqa dhe nga veshkat marova, se kam pas ngërë kripër shumë gram i vogël. He, më ka zënë një kollo ti që që s'to gjaqë. Më falë. U rëzova dhe me biciklet par dje, më thëmë kjo këmë e majtë me zje lëviz. Edhe kam ardhur të them që... Atëherë, e kuptoj, zoti. Ju doni një kredi... Atëherë, zoti, ju vini këtu sepse doni një kredi, po themi shëndetësore. Po, për operacion, do bëj operacion. Doni të bëni operacion, po shiko, ju keni gjithë to smundje, dhe mbase do ju duhen shumë lekë se janë disa operacione. 22.000 euro më duhen fix. Jo, që njës disa, vetëm një operacion do bëj. Po ju kishit veshkat, zemrën, mëlqin, këto pëdaliqet. U qaj unë kokë për ato, unë do bëj vetëm një operacion, do bëj vetëm mbjellje flokësh. Do më thonë, do i marrësh flokët dhe do i mbjellësh diku se... Do i marrësh, do i mbjellësh mbache. Do bëj mbjellje flokësh, po jo flokësh, se flokë, mashallah, kam goxha, po kam mjekrën e kam fiksim, se s'më ka dalë mirë, s'më shplotësuar mirë në faqe, ma bën fiksim a i berberi lagjes, muqua, më thot, s'të mushur mjekra mirë, në gjanë se gjysëm qose, thot, e do bëj operacion, do mbledh 2 parcela, një këtu, një parcel tu, një parcel tu. Dakord, o parcela, do i thush muqos, po syve nuk na del leshne e burrave, nuk del tut e syt. Ky është evolimi nga majmuni, se na ka rik leshi nga këtu, edhe në ball nuk del. I them unë, do m'japësh lekët apo jo? Do t'i jap, do t'i qoj me postën o t'i shlas. S'të bëri për shtypje fare që gjithë të së mundja unë si do argjoj lekët për mbjedh flokët. Po te po t'a thash o t'a thash. Ma the, po. Po të thash, po ti do t'i bjellësh aty. Ne nuk dalim do t'nga geni kombëtar. Shqiptarët që janë, vdesin për buk, blejnë telefona, gjera, qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Kush do dali të shturën të ambushim blokun? Ne do dalim. Po falë. A t'ju bëj një kredi për gjitha këto, apo jo, vetëm për flokët e do? Vetëm për flokët. 22.000 euro, a? 22.000 euro. Dakord. Për 2 parcela, thuaj, një të faqja këtu, një të faqja këtu. Te balli doni? Jo, do vëcik në gjokës, se më thotë gruaja ke gjokës si pull. A do të vesh flok këtu? Jo, s'duat. Mirë. Kam vetat. Hajt, po. Faleminderit. Ke qime këtu? Ika, miru pafshim. Gruaja. S'qen ka timi? Kush e ka zilen si unë? Gjagji, do kredi Gjagji. Gjagji, ti ndrojmë kredit bashkë, mi e batët zëmës mua mërë të të flokë. Ekzona, pas shumë mundimeve ti ke plotësuar dokumentet dhe i sjell në bankë. Shte! Ma e pak ta ve silencio, Gjagji, ma e pak me. Ane, jo, Joane, këte. Hajde këte. Qa është këtë telefon mërë Gjagji mu? Hajde mërë këte, Këte, more. Ua? Qa është kjo mu? Stop. Ndimoj, more, ndi? Ma mërë Gjagji, me këtë telefon mu. I solle dokumenta ti? Po, ik tani, ik. Ik se t'jap lekët më vonë se s'kam. Do të marë kredin dhe do t'jap më vonë. Atër... Mos e ongëshat e portofoli shala. Mirë pafshim. Unë të kam si të ndimoj një qikë? Jo, s'ka nevoj, ullë aty të lutem. Atër, falenderi që i solle gjitha. Këtu janë gjitha dokumentat? Atër, të lutem. Mi jep vetëm 2 minuta ko dhe... Sa ti lexoj gjitha, 2 minuta. Dy minuta. Pas 3 muajsh. Po ha mër bur, ha. 2 minuta, po i lexoj. Po 20 euro janë pyetje mër bur. Shu, certifikata Stambollit, shumë bukur. Pas 1 viti. Hajt buk. Hajt buk?
Ke hangër bull? Ja zojnë 2 minuta, 2 minuta. 2 minuta. 2 minuta. Ha, 2 minuta se. Kanë kaluar 2 vjet. Ja, 2 minuta, erda. Spiti, mami, të vë! Pushojnë atë fëmi. 2 minuta të keqen Gjagji, 2 minuta. 2 minuta, zemër. Pushoj tani, pushoj se po punon Gjagji. 2 minuta. Po pushoj e këtë fëmi, fute këtu, fute. 2 minuta. 2 minuta. Ky që i ka shkrim me dorë, kush ka po këtë? 2 minuta? Kush e di që kam falsifiku? Bukur, shumë bukur dhe kjo. Iku dhe kjo. Jeta vazhdon, Po, shumë. edhe 2 minuta e këzona Merkretin, kanë kaluar 35 vjet. 2 minuta, zonjë. Jemi mbledhur sot këtu. O, vllai. S'më mban mend mua? Jo. Jam rritur te kjo bank bashkë me mamin duke pritur të merrim kredin. Unë jam ai fëmia që ma futi kokën te gjiri mami thoshte pi. Që të kishe 2 minuta kohë. Na lëni ta varrosim si njëri. Të lutem vetëm 2 minuta s'do vjedhë unë varrim. Pa ja, të lutem tash, le ta varrosim. Jemi mbledhur sot tu për të varrosur mamin. Faleminderit. Kaç kishin? Të roni ta kujtoni. Faleminderit. Ti kush je me qerallafi? Unë jam komshiu për ballë, Bexheki. No one cares. Dil jashtë. Troni veç. Faleminderit. Faleminderit Xhaxhi. Mami juaj, ose mamaja jonë, se u bësje jonë, kishte ëndër ato 20 euro që do merrte kredi. E, shkreta jetën dhe ata merrte atë kredi dhe si a dha dhe ju ama. Megjithatë unë ju kam sjell për qokë, domethënë një 50 euro. Po ne ta dinim, ti kishim futur fikën që në 1987 kishim mbledh mendjen. Atëherë, më fal, a do e nxini kredin tash? Po patjetër, me që sakrifikuam dhe nënën, vetëm se të lutem, do m'japësh vetëm 2 minuta sa ti lexoj çik këto. Se janë gjithë të dokumenta. I keni qik minutat me të grekut ju që shë vërtet? Ja, 2 minuta, vllai. Ja, dhe fatura e asaj stewardesës që i pata kërku. Fal, e dini, e kam shpjeguar në fillore, besoj që minut me millennium është tjetër gjë. Ose ke në kuptimin 2 millennium. 2 minuta erdha, 2 minuta. Okej. Kanë kaluar 4 vjet të tjera. Ju dhe kredive lale lini burat me barë, për zotin. Atëherë, më fal. Urdhro. Po shkoj po i lexoj atje ma tanë dhe më prisni 2 minuta se erdha. Dëgjo, se e ke burin në shfaqje. Në shfaqje e ke burin, ha. Se na i shkrive mamin.